Bellaj në Shkodër me çfarë objektivi sinqerisht udhëtoi Lora? Ne çdo ndeshje udhëtojmë për të marrë maksimumin ton përfitore, për barazim, nuk duhet të dalim pa gjë. E dinim që vinim në Shkodër me një ekip që kishte performancën më të mirë në fillim të kampionatit, është një nga ekipet pretendente, ka futbollistë të mirë, por në fushën e lojës përveç 20 minuta që bënte diferencën Vllaznia me gabimet tona, pastaj ekuilibruam lojën dhe e pam Vllaznin në sy pa prit duke krijuar dhe ne ato rastet tona për shënim. Dhe sigurisht kur bën gabime në futboll, i dhuron topin kundërshtarit, gjithmonë kundërshtari të dënon, jo më një si ekipi i Vllaznis që ka pyka të forta dhe ka sulmin më të mirë në këto momente. Çfarë mendimi keni për arbitrimin sot? Për arbitrimin s'flas asnjëherë, nuk është punë arbitrimin në ndikimin e rezultatit. Kur humbet se bën gabimet ti, po t'i hedhin fajin gjithmonë arbitrimit, nuk jam nga ata dhe nuk do flas asnjëherë për arbitrimin. Nuk ka rëndësi as penalltia nga momenti që ndërhyj në VAR, nuk kam çfarë të them fare, se aty janë 8 sy që e shikojnë dhe unë duhet të mos jem në rregull që të flas për arbitrin, ndërsa ata e panë që ishte penallti, s'ka asnjë përsetim. Një ekip surprizë i quajtur deri tani. Cilat janë objektivat e Vorës të kampionatit? Objektivat e Vorës, një ekip siç jemi ne, një ekip i ri që u fut për herë të parë në Super League, nuk duhet të vesh asnjëherë objektiva qëndrimi në kategori, se përgatitet edhe nga ana psikologjike futbollistët për këtë dhe rrezohet shumë shpejt. Ne kemi objektiv që të mbarojmë sa më lart në tabelë. Javën e ardhshme me këtë përballje? Në javën e ardhshme presim Ergnatien në shtëpi. Kampioni janë në fuqi? Kampionë në fuqi, sigurisht të gjitha ndeshjet e superiore kështu janë, nuk presim një ekip të kategorisë së parë. Kur janë superiore, gjithmonë pret ekipet të mira, një herë Vllaznin, një herë Dinamo, një herë Ergnatien, dhe duhet të përballesh i barabartë me ata. Nuk duhet të trëmbesh nga asnjë, të luash lojën tënde, të japësh maksimumin dhe atë ditë pastaj fusha se rezultati që del. Një ekip debutues se sinqerisht po merr vlerësime nga opinioni sportiv. Ju kënaq kjo gjë? Po sigurisht të kënaq kur flasin të tjerët për ekipin tënd që bëjmë mirë, se ne kemi bërë mirë deri tani, po duhet të vazhdojmë të bëjmë mirë, se nuk mbetet bëm mirë dhe mbaroj kampionatin. Duhet të punojmë akoma më shumë, të përmirësojmë gabimet që bëjmë nga ndeshje në ndeshje, që të jemi ata që duhet të jemi në fushën e lojës. Suksese vërtet. Faleminderit.